Në pranverën e vitit 2026 i përfundon mandati e Vjosa Osmani synon që në krye të vendit të qëndrojë edhe për 5 vite të tjera. Përrijese të vendit, ajo thotë se duan të paktën 81% e qytetarëve të Kosovës. Osmani në një intervistë për emisionin Kiks Kosova tha se me këta ambicje të saj janë njoftuar të gjitha partitë politike në vend, duke nisur nga vetëvendosje, e cila doli fituese e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Nuk ka parti politike përveç listës serbe, nuk ka parti politike që në një mënyrë apo tjetër nuk ka qenë informuar që qëllimi im do të jetë që t'i siguroj Republikës së Kosovës vazhdimsinë e këtyre punëve të mira, nëse edhe ata pajtohen, theksoi Osmani. Në rast se partitë votojnë për t'i siguruar asaj edhe një mandat presidencial, Vjosa Osmani thotë se do të respektoheshin dy parime thelbësore: mbrojtja e interesit të vendit, pasi sipas saj do të vazhdoheshin punët e mira që ka nisur ajo, dhe e dyta, reflektimi i vullnetit qytetar, pasi pohon se sondazhet e OJQ-ve kanë rezultuar se 2/3 apo në disa raste 81% e qytetarëve kërkojnë që ajo të drejtojë vendin për një mandat të dytë si presidente. Megjithatë, nëse subjektet politike nuk ja bëjnë kuorumin dhe votat për rizgjedhjen e saj në krye të vendit, Osmani paralajmëron partitë se do të ballafaqohen në zgjedhje me të. Në fund të fundit është në vullnetin e deputetëve që të vendosin nëse do të më përkrajnë apo jo, dhe po e them përsëri, nëse vendosnin që po, do të vazhdojmë me punë të mira për vendin, mbrojtjet e interesave të qytetarëve. Nëse vendosin që jo, atëherë unë vazhdoj punën në një mënyrë tjetër, nëpërmjet angazhimit politik, dhe kurdo që të ketë zgjedhje, atëherë i përballim idet, nocionet, qëndrimet, energjinë, besa e shumë çka tjetër, por qëllimi im është që të vazhdoj të jem angazhuar politikisht dhe ta ndihmoj Republikën e Kosovës që të ecë përpara, tha më tutje Osmani.